Projekt buxheti i vitit 2026 është miratuar nen për nen në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave vetëm me votat e Partisë Socialiste, pa pranuar asnjë amendim të bërë nga deputetët. Përfaqësuesit e opozitës paraqitën disa amendime që kishin të bënin me rritjen e fondeve për pensionet, infrastrukturën, arsimin, bujqësinë, fasonerinë dhe rritje buxheti për bashkitë. Propozoj trefishimin e fondit të propozuar në projekt buxhet duke e çuar atë në vlerën 5 miliard lek, me qëllimin e vetëm që vitin e ardhshëm pensionet jo thjesht indeksohen, por të kemi edhe rritjen reale të tyre. Propozoj miratimin e një fondi kontingjence për 5 miliard lek, me qëllim kompensimin e pjesëshëm të humbjeve të pësuara nga prodhimi vendas, si pasojë shfrytëzimit të lartë të euros në tregun vendas. Për këto kërkesa, kryetaria Komisionit Milva Ekonomi tha se nuk ka burime të reja dhe se duhen respektuar tavanet e të ardhurave dhe të shpenzimeve. Se gjitha kërkesat që kanë ardhur për amendime kanë qenë kërkesa që kanë dashur të rregullojnë shpenzimet, pa vendosur vëmendje për burimin e financimit nga do vinë këto shpenzime. E rrezikojnë ligjin organik të projekt buxhetit duke pasur parasysh që ne rrisim shpenzimet, po nuk kemi një burim nga do rriten të ardhurat. Të vetmet kërkesa që u pranuan ishin ato të ardhura nga komisionet e tjera për mbështetje të disa institucioneve me rreth 5 milion euro. Pas miratimit në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, projekt buxheti pritet të kalojë për diskutim nen për nen dhe votim në seancën plenare ditën e enjte.